Të flasim pak për Spakun, pak shkurt. Kohët e fundit Spaku duket si zhlishuar dhe majorancës. Njerëzve të rëndësishëm të majorancës. Zoti Klosi, mos e keni bërë shumë balë duhet të situatit tani. Sepse thuaj që Spaku tani është me majorancë. Fjalia parë që thash është që ne qeverisim, ne kemi detyrën të menaxhojmë fondet publike, ne bëjmë veprat publike, ne do gjykohemi. Për çfarë të gjykohen të tjerët? Dhe është parim që e kemi ndërtuar, e kemi thënë që kur morëm pushtetin 2013, do ndërtojmë një drejtësi e cila do të jetë e pavarur. Dhe ajo që po ndodh për ditë është dëshmi e kësaj reforme që ne kemi bërë, ajo që po ndodh për ditë është dëshmi e vullnetit politik të Partisë Socialiste, ajo që po ndodh për ditë është dëshmi pse njerëzit na votojnë. Se ne e mbajmë fjalën dhe njerëzit e vlerësojnë të dyja gjërat, vlerësojnë punët që ne bëjmë. Ore mbani fjalën ju, po tani po e hani ju o zotëri gjerësisht. Jo, më nuk po e hani. Se po të themu. Po gjykojmë dhe kjo është praktik në gjithë botën. Po gjykoni, e gjykoni se tash fjalën e hani. Hetohen. Se thuaj sikur Spaku ne kishit me vete ore dhe po ju mbledh. Kjo është dëshmi, çdo ditë ka dëshmi që kjo është një drejtësi e pavarur e cila bën gjykimin e saj mbi çështjet dhe forca jonë politike nuk gjykon mbi ato çfarë gjykon drejtësia. Dhe kjo është ajo mbi cilën e kemi ndërtuar. Dhe në të gjitha rastet, ne në asnjë rast, gjitha këto bisedat janë pjesë e kësaj diskutime dhe çdo ditë i ngrehet një lapidar Partisë Socialiste dhe vullnetit saj politik që ka vullnetin e fortë që të mos ndërhyjë te drejtësia, edhe pse ka problematika cilat shkojnë mbi çështjet e saj. Po e thash dhe në fillim, ne i bëjmë rrugët, ne i bëjmë aeroportet, ne i bëjmë portet, ne i bëjmë në kohën kur ne jemi ato projekte zhvillohen dhe ka gjykime mbi ato. Tani këtu gjykohet çdo gjë. Dhe kia kemi arritur sa ditë gjykohet çdo gjë. Dhe kjo është merit e kësaj force politike. Unë desha vetëm me thonë që Se kom vetëm se më dërgoi Rozhani një Niko Peliç që pas ka firmos këtë. Kë ka firmos? Apo i dinjë dhe ti? Po jo më burësh rindi ditës për nesër. Rindi ditës, po kjo pikësh, shikoj. Po kjo më pikës. Ne kaluam në konferencë kryetare, nuk kemi asgjë sekret. E pas ka ngrenë Luçi këtu. Kryetari i komisionit është përfaqësuesi vendosi. Jo, kjo është propozimi Dyshon me këtë përmbajtje. Grupit parlamentar. Po propozimi i grupit parlamentar ju e 4 vota. Jo, është propozimi i grupit ton antarë të komisionit të reformës territoriale. Që nesër ndoshta mund të japim një mundësi ta dëgjojmë, por prapë duhet të presi çfarë urdhri politik do ketë. Por testamentin ja ka dërguar. Aty është ajo. Këtë ferje ja ka dërguar thot kryetari i komisionit përfaqësues i grupit parlamentar presidentërisë dhe nën kryetar. Borçi ka lëthjesht nën kryetar. S'është më bash kryetar. Jo, ajo është draft vendimi për nesër. Logjika politike thotë që ata vendimi për nesër që ata do marrin vendim. Ne duhet ta çbëjmë këtë ngërç dhe ta çojmë komisionin përpara. Por me këtë Spakun tani si do bëj. Që Niko Peliç to e Rozhan akoma s'ka firmosur. Nuk ka firmosur Niko Peliç, po nesër merr vendim parlamenti. Se kollaj firmë Niko Peliç. Merr vendim parlamenti nesër. Do firmosur. Është rindi ditës. Edhe do firmoset nga Kloçana Spaiu që tani çdo bëni me Spakun o zotri. Se thonë që edhe mund ta mblidhni Spakun tani. Kornizë, ta futni në kornizë. Edhe ju dhe doktorit mblidheni dhe ta futni në kornizë. Nuk ka asnjë tendencë. Se këtu të gjitha gjë futen në kornizë, Klos. Që të zhbëj këtë që kemi bërë, reformën drejtësie. Do të thënë reforma do vazhdoj fort thotë? Po. Edhe duke ngrenë shumë nga ju kështu? Po duke gjykuar ata që punojnë. Vetëm edhe du të mbrojnë, ju keni edhe një obligim, realisht të mbroni edhe qytetarin, i cili në gjitha dëshmit të cilët janë në dokumentet e Bashkimit Evropian, para burgimet janë me gjatësi të patolerueshme. Po padyshim pra, këto janë... Kjo problemi. Edhe një rast... Kjo nuk është problemi i parimit. Cilin qytetar në të rast, se Spaku merret me subjektet posaçme, merret me bandat kriminale dhe me zyrtarët e lartë. Cili qytetar po i zjatet para burgimi në këtë rast? Ilir Meta, një vit e gjysmë. Qytetarit Ilir Meta, okej. Ajo është qytetari Ilir Meta. Qytetari... Desha për qartësim. Jo, unë ta mora si shembull. Qytetari që mbas 15 ditësh do parkoj dyshe makinën. S'ka punë Spaku, mat. Jo, them... Apo thot si politik penale. Spaku... Politik penale është... Edhe e dyta, Klosi, na rasti i Rozeta Ajdarit tregon se drejtësia ka kohë të mjaftueshme për gjetur
dokumentacione dhe elementet korupcionit. Roseta Ajdari, ministre në Kosovë, ka akt akuzën që ka të 2 vite, dhe mas 2 vite ka fillu procesi zgjedhor. Procesi i gjykimit saj. Dhe po vazhdon normalisht. Nëse ne arrim një kulturë tillë, edhe këtu, edhe pse rasti Ben Ahmetajt është vërtet një alarm për SPAK-un, për arsye se ai ku drejtësisë, megjithatë do ta krijojmë një standard që njerëzit të gjykohen të lirë dhe gjatë kohës derisa të fillon gjykimi, të kryejnë funksionet e veta në për arsye se në këtë rast, SPAK-u te Belinda Balluku nuk kemi rast korruptiv. Kemi rast të dokumentacionit të shkeljeve të parimit të barazis në tender. Nëse s'është korruptiv ta lejojnë ta marrin gjykim. Jo, s'po them na është korruptive vendos gjykata. Roseta Ajdari nuk kishte ndonjë sjellje agresive ndaj gjykatës dhe prokurorisë, me sa e kam ndjekur unë çështjen e kryeministri e ka mbrojt publikisht. Dakor, vetë Roseta Ajdari nuk ka pasur sjellje agresive. Personi që tha t'ju, del thot I bin grush në lev prokurorit. Se ka thënë. Se di. Nuk e di këtë informacion, po kthehem tek ajo që ngreti. Jo Belinda Balluku, jo. Tha një qytetar tjetër. Dhe në rastin e zonjës Balluku. Jo Balluku. Dhe në rastin e zonjës Balluku, nëse s'ka, është më e lehtë për një parti politike se I jep atë pafajësinë, kuptimin. I nderuar zotëri, pra, përse e përket rastit konkret, siç e tha dhe kolegu Baton, Axhiu, që nuk ka një akuzë për korrupsion. Ka një akuzë të nuk e ka emrin korrupsion, po thjesht vepër penale është. Po vepra penale po hetohet, pra është në hetim të plot, në të gjitha dimensionet. Ama vepër penale është që e ka prej 1 vit deri në 2. Veprën për cilën po, për vepër penale të kaq të lehtë, që kap 1 deri në 2 vite, nuk mundesh ta privosh nga kurse për të kthyer tek ajo që tha Batoni, ne nuk dim çka ka ndosur prokuroria në kuptimin nga ato që kemi pa, ka informacione. Dosja ka ardhur në edhe në kërkesë, ata nuk thonë arrest, domosdoshmërisht. E njohur tani nga kolegët përfaqësues të opozitës në komisionin e mandateve. Por për të kthyer tek parimi Batonin, pra ne nuk kemi asnjë tendencë të thyejmë parimin për drejtësinë e re, por padyshim ka ardhur koha, e ka thënë dhe Edi Rama publikisht, nuk është një mesazh I fshet, që të kemi një gjykim për mënyrën se si implementohet këto mekanizma, siç ishte kjo pjesa e paraburgimit. Pra, dhe rasti që sjell Batoni është pa shumë parimor. Pra, një ministër në detyrë, hetohet, dhe në rast se gjykohet që ka shkelje, pastaj gjykohet edhe dënohet. Po kjo histori që merre pastaj mbarse bisedën, pastaj bëhet pjesë të opinioneve publike, pastaj diskutohet gjëra që ca janë vërteta, ca s'janë vërteta, dhe pastaj kur hyn diskutimin nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet diskutimeve, as e gjen më ku është e vërteta. Ja, po të tregoj rastin e Fatmir Limajt. Një prokuror ndërkombëtar e akuzoi për vjedhje 70 milionësh. Dhe procesi gjyqësor zgjati 5 vite, u shpalli pafajshëm. I humbi funksionet, I humbi të gjitha, shkatroi jetën publike dhe gjykata shpallit pafajshëm. Megjithatë në këto situata kemi të bëjmë me jetën e jo të një njeriu, po të familjes, të rrethit e tjera tjera. Unë e kuptoj arbitraritetin e prokurorisë për shkak se Shqipëria ka qenë e atakuar me korrupsion, me banda, me tjera. Dhe e ka krijuar, e ka krijuar momentin e frikës për gjithë ata të cilët kanë qenë paprekshëm. Por, në amend kësaj, nuk mund shkatrosh drejta dhe ju thoni ka kaluar momenti frikës? Unë menoj që po. Po pse I merr shembull gjithmonë në Kosovë? Baton, pse nuk thukte nga perëndimi? Ja, që ta marrësh Italinë. Rasti duarve të pastra. Një lloj jemi tani. Ja, rasti duarve të pastra. Ke intervistat të cilat janë të njerëzve që kanë dalë në pension. Rasti duarve të pastra. Thot njeriu I cili ka udhëheq procesin. Thot, ne kemi shkatruar jetat njerëzve. Ne kemi shkatruar dhe kemi paragjykuar njerëzit. Po, e kemi arrit një qëllim për disa banda dhe pjeset mafioze, por mu vjen keq që I kemi quar njerëzit në vetvrasje. Shkojni të gjanim me që përëndimin. Por cili nga ministrat në detyrë, të duart e pastra, ju ngrit një akuzë nga prokuroria dhe nuk dha dorëheqjen në moment, për të hetuar
si qytetar i lirë. Po, unë e thash, lexoje edhe njëherë intervistën e fundit e ke para një javë. Një javë ose 10 dite. Po të them standardi, pra standardi është kur akuzohet një person në detyrë të lartë shtetërore, njëri politik, e mira dhe standardi e do që t'japi dorëheqjen. Të gjithë përveç Ballukut. Të gjithë. Si të gjithë? Po të gjithë shkun. Erion Veliau u largua në detyra. Jo, e larguan, e morën e futën në brenda në burg, prandaj se në detyrë është akoma ai. Ai është në detyrë akoma. Por për shembull, ajo është largu, ku është kryetar bashkie? Po pra në detyrë është funksion. Gjykata kushtetuese e kalon akoma në detyrë. Se ne do respektojmë gjykatën kushtetuese. E kalon detyrë si kryetar i partisë. Po mirë, kjo është ofendim mas pari, patjetër, për qytetarin. Po mirë, pra ne po themi se mund ta lirojnë nesër pas nesër dhe shkon vazhdon detyrën ai. Por Partia Socialiste deri më sot ka treguar që në çdo rast që ka ardhur nga SPAK-u ka dhënë miratimin, madje i ka detyruar deputetët e saj që heqin vetë dorë nga mandati, pa çuar çështën fare. Pra me Jurges Çybjen e detyruan, Alçi Bllakun e detyruan që të heqë dorë nga mandati dhe mos diskutohet fare çështja e imunitetit në parlament. Unë mendoj që kanë gabuar me Sali Berishën, për shembull. Pa diskutim. Kanë gabuar shumë. Pa diskutim, po nga qefi i madh. Parasysh se ka krijuar një presedant të nga qefi i madh e diskutuan për 2 ditë.